surprizat që i kemi parë në forma nga më të ndryshmet të minimizohen maksimalisht. Unë mendoj se duhet të asgjësohen, po le të themi të minimizohen maksimalisht, sepse çdo godinë dhe çdo leje ndërtimi për një godinë do të lidhet me persona përkatës. Dhe nuk do të jetë më faj anonim. U ndërtuan 4 kadra, 5 kadra në mes Tiranës, edhe faji është anonim. Nuk do të jetë më kështu. Çdo godinë, çdo leje ndërtimi do të jetë lidhur me persona. Dhe personat do të përgjigjen për çdo certifikim të rrem apo të pasakt të punimeve në çdo fazë. Ajo që njerëzit thonë me drejt, po mirë, syt ku i kishin këta të tjerët. Pra, janë një sër masash që e bëjnë mbylljen e syve fatale për atë që mbyll syt. Më tutje ka një sër gjobash nga sekretariati teknik pranë autoriteteve të inspektimit në rast konstatimit të shkeljeve të lejeve të ndërtimit. Pastaj është përcaktimi të paktën një inspektori si person përgjegjës që ka për detyrë të monitorojë dhe kontrollojë zbatimin e projektit gjatë gjithë procesit, se mund të ketë raste që ndryshojnë. Njëri do të jetë nga fillimi deri në fund të procesit. Më tutje është largimi nga detyra, largimi menjëhershëm nga detyra dhe kallëzimi penal për të gjithë inspektorët në rastet kur konstatohet mos vënie në dukje e shkeljeve. Për shembull, po jap një shembull konkret. Nga kontrollet e bëra, jo 1 e 2, më shumë se sa 1 e 2 kontrolle fatkeqësisht. Si rezultati i denoncimeve të bëra nga qytetarët tek ai portali hapësira ime publike, ka rezultuar që ndërkohë që në territor leja shkelur rënd, në bashki, aktet e konstatimit të inspektorëve bashkiak figurojnë çdo gjë në rregull. Për këtë lloj fenomeni, në çdo rast që provohet mos veprim apo aq më keq akoma pastaj mbyllje e syve, masa është largimi menjëhershëm nga detyra dhe ndjekje penale.